me fol pak për Chopin Piano Fest. Nisa mi se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Shpresoj që je mirë. Mirë, faleminderit. Punë të mirë po shohim. Pranvera ka ardhur. Po super, kur vjen diellën drejtë pranverën vijnë gjallat për trier, gjallën. Pastrohen, e kështu që shpresojmë edhe në aspektin kështu shpirtëror edhe ta kemi një farë ringjallje të gjitha gjanave, e kështu edhe me aktivitete. Fillimisht kisha dashur pak për disa ndoshta nuk kanë edhe shumë njohuri për një muzikën klasike në vendin tonë. Kisha dashur pak me fol për Chopin Piano Fest. Si është themelu, kur ka Po ne në vitin 2009 në asociacioni Chopin nga Vjena pat ardhur në Prishtinë edhe në kuadër të vizitave në universitet. Ata u takuan me shumë prej pianistëve që ishin në fakultet edhe e dhanë idenë që kishme qenë mirë që edhe Kosova ta ketë asociacionin e vetë. Ne, domethënë, Chopinin gjithë e njohim si kompozitor që është i pianos, edhe ata që nuk janë shumë të njohur në muzikën klasike, së paku Chopinin e njohin sepse muzika e tij vërtet është shumë e popularizuar. Është edhe, domethënë, një muzikë që ata mund edhe ta ndëgjojnë, është e bukur, është ndonjëherë melankolike, edhe në përgjithësi njerëzit e pëlqejnë, pra shumë e afërt edhe për njerëzit ndoshta që nuk janë profesionistë. Mirë, po ne vetë ndoshta s'na kishte shku mendja, po ja që erdhen ata edhe propozuan, edhe me qëllimin shumë të mirë që edhe me promovu pianizmin, edhe me dhënë mundësi e pianistëve tanë, që me koncertu, me bo shkëmbime profesionale. Edhe ne krijuam asociacionin, profesorisha Leila Pula, e cila është pedagogja e parë e pianos në Kosovë, dhe nga klasa së cilës ka ndalë shumë talent, gjithë ata që sot pothuajse i shohim nëpër skenat, shumica pra prej tyre janë produkt i saj. Edhe ne vendosëm e krijum shoqatën në vitin 2010, rastisi që tjetë ditëlindja e 200 e kompozitorit Frédéric Chopin. Edhe ne e ndishim tash si përgjegjësime që kishim themelu shoqatën që s'kish mundësi mos me shënu atë përvjetor kaq të rëndësishëm në gjithë botën kishte aktivitete. Prandaj thamë edhe na po organizohemi, po e bëjmë një lloj festivali duke sjell pianist, duke dhënë mundësi edhe pianistëve edhe muziciantëve të tjerë, se në festival natyrisht nuk punosh vetëm piano. Edhe një kombinim i tillë rezultoi shumë i sukses, shumë i pëlqyer nga publiku. Edhe ne mandej e gjetëm veten duke organizuar edhe vitin tjetër. Po kur jemi tek vitet e kaluara. 14 edicione domethënë me radhë. Sot si vjet është edicioni 14. Vitin e ardhshëm e shënojmë 15 vjetorin e themelimit të festivalit. Sa i përket viteve të kaluara, çush kanë shku aktivitetet, a keni pas ndonjë sfidë, Sfida kemi pas me të vetëm prej fillimit. Edhe kur e kemi fillu festivalin me ato kushte që kemi pas, por atëherë po them në vitin 2010, megjithatë e fillum duke i ditë kushtet e vështira, për shembull një sallë jo të mirë. Ne fillum sallën e Kuqe atëherë dhe ishte një piano ajo që ishte aty. Në vërtet në vitin 2009 kur themelum ne, Kosova dhe fitoi një donacion me 6 piano nga Yamaha përmes një fondacioni ndërkombëtar për art dhe kulturë, por Kosovës ju dhuruan 6 piano Yamaha, të cilat u shpërndan nëpër institucione, edhe njëra ishte në sallën e Kuqe. Edhe ne bile si shoqate patëm inauguru atë donacion me një koncert, paraprakisht në 2009 edhe mandej në 2010 e bëm festivalin. Po diqysh gjithmonë me shpresë që do të përmirësohen kushtet, do të ketë një sallë të denjë, sepse gradualisht nëpër vite neve për shkak të fizionomisë festivalit, për shkak të emrave që sillnim, fillun të na vinin pianistë me të vërtet që luajnë nëpër Carnegie Hall, nëpër sallat prestigjioze gjithandej në Londër, në Berlin, gjithandej në botë. Dhe pak mundishim edhe keq, domethënë kur në kushtet në cilat ata duhej me lujt. Ne mandej pas një kohe na u detyruam edhe mu largu nga salla e Kuqe, sepse salla e Kuqe jo gjithmonë ishte në dispozicion në kohën kur ne bënim festivalin. Një kohë patëm kalu në Swiss Diamond, në sallën, edhe kemi qenë shumë të kënaqur me bashkëpunimin e pronarëve, të cilët na patën ofru sallën një fillimisht pa pagesë, madje me një çmim shumë simbolik që ne
një farë mënyrë mund t'ja dilnim për t'i organizuar aktivitetet, por dikur edhe funksionimi i festivalit aty në hotel u bë i pamundur sepse ne një farë mënyrë ja bllokonim gjithë muajin sallën, për shkak se ne kemi prova paradite, masdite, rregullimi i sallës edhe koncerti, mandej nuk mund të funksiononim që për shembull nëse kish paradite ndonjë event tani na me organizuar se na kishin prova ata duhej me mbajt një event, kështu që me marrëveshje e lirum diku në 2013 nëse nuk gaboj ose 2014, edhe mandej për fat të mirë gjetëm një sallë shumë të bukur edhe të përshtatshme në amfiteatrin e bibliotekës universitare. Ajo ka qenë një sallë e pa inauguruar, brenda atij objekti nuk ka qenë e menduar për sallë, ma shumë si auditorium për diskutime, ligjërata, sepse në atë objekt funksionon Instituti i Historisë, administrata qendrore e universitetit, do të thoni ka disa funksione, mirë po ajo ka qenë si një auditorium. Në ndërkohë ka pas probleme, ka pas marrëuje atë sallë, pastaj e kanë renovu rektorati dhe ne rastisëm që ta gjejmë, do të thonë në gjendje të tillë që ishte përmirësu, ishte renovu xhami, sipër edhe pak, do të thonë ishte ashtu e zbrazët, por e përshtatshme. Ne atëre fillum aty, investuam pak bashkërisht me universitetin, bashkë me donatorë që i kishim, e rregulluam, morëm karrike, edhe filluam prej vitit 2014 duket ose 15, po jam tash e sigurt, në atë sallë dhe jemi ende aty. Edhe ajo nuk është që i plotson, po them, kushtet maksimalisht, por ka një akustik shumë të bukur, ka një hapësirë të mjaftueshme për dikun rreth 300 persona, 300-350 kur i ngushtojmë pak më shumë, sepse ndonjëherë po është interesi shumë i madh, interesimi shumë i madh për koncerte, ndonjëherë mbushet ulën edhe në përshkallë. Edhe kjo tash më bëhet ku si vjet? Aty në amfiteatër, po prej vitit 2015 ne kemi lëvizmë, aty e kemi një piano Yamaha nga këto që kanë qenë donacion. Edhe aty do ta fillojmë. Kovet përpara kemi filluar në prill, kemi pas në prill festivalin. Prej që 3 vite pas pandemisë kemi vendosur ta shtyjmë dhe ta fillojmë me 9 maj. Edhe kemi bërë tash traditë që ta fillojmë domethënë gjithmonë në ditën e Evropës. Chopini konsiderohet si një vlerë panevropiane, si me thonë, si një diçka që e përfaqëson Evropën në plot kuptimin e fjalës. Duke qenë edhe që është nga kolonia, një vend domethënë që ka pësuar në luftën e dytë botërore, që ka shumë viktima, shumë dëshmorë. Mandej në anën tjetër tash edhe Polonia është vend evropian. Muzika e tij është aq universale, aq e dashur për gjithë njerëzimin dhe posaçërisht ai domethënë ajo atë dashuria, ai patriotizmi që e ka pas si cilësi Chopini, domethënë përkundër faktit që ka lëviz në për shumë vende, ai kret atë dashurinë edhe mallin për vendin e tij dhe dhimbjen për këtë çka ka pësuar normalisht, e ka shkrisi, me thonë, në muzikën e tij dhe tash i ka rastis që ai ta përdor pianon në mas të madhe si mjet për me shpreh krejt atë emocionin edhe atë krimtarinë artistike të tij. Ai ka shkruar, domethënë, është edhe për instrumente tjera, ndonjë këngë, por kryesisht repertorin domethënë e ka për piano. Pianon e ka pas në dorë, se me thonë, si një mjet, e ka konsideru pianon si një orkestër. Edhe nëse i shikojmë, i analizojmë veprat e tij, shohim që, domethënë, ajo që ka bërë Chopini, domethënë, edhe në teknikën e pianistike, ai vërtet e konsideron, i jep në atë mënyrë ka kompozuar sa që ti vërtet ke përshtypjen që janë duke luajt 3-4-5 vet në kuptimin që ka shumë zëra, ka secili gisht e ka melodinë e vet dhe ne 10 gisht e kemi në piano edhe mund të përcjellësh do të thotë melodinë. Kështu që ne pastaj festivalin po ashtu, pasi e mbajmë edhe emrin e Chopin, e kemi quajtur Chopin Piano Fest, për shkak pra të figurës së Chopinit edhe për shkak të fokusit të tij në piano. E festivali pikërisht pra fokusohet në mjeshtrinë e performimit pianistik.
Edhe në pas të kësaj, ne pastaj mundohemi që publiku të Kosovës, i cili nuk ka rast shumë shpesh, edhe sigurisht deri tash para liberalizimit nuk ka pasur as mundësi që të shkoj të shoh shumë koncertet pianistëve të cilët ne ftojmë këtu. Ndoshta tash janë hap rrugët edhe disa prej tyre, po a mendon që ka interesim të madh edhe për këto? Ka tash edhe interesim, sigurisht njerëzit për shembull që janë mësuar, kanë pëlqyer, tash e shoh, shkojnë për shembull në koncertin e Vienës, shkojnë për koncertet e tjera, por këto janë vetvërtet të kushtueshme, kurse te ne janë gratis koncertet. Tiketat mund me i marr gratis. Hyrja është e lirë. Okej. Në fakt, ne jemi përpjek disa herë që atë bëjmë me bileta apo jo, sepse edhe po t'jetë kështu gratis, të qysh duket që nuk po e vlerësojmë as koncertin, as artistin. Mirë po në anën tjetër, duke i ditë domethënë kushtet ekonomike të qytetarëve tonë, e ne kemi një muj ditë festival, dikun 16-17 koncerte brenda muajit maj. Tashti hajde nga 5 euro me bo. Na e dim për shembull që një person vjen në 16 koncerte. Shumica, në një pjesë e madhe, një bërtham e publikut është e rregullt në çdo koncert. Edhe tash në farë mënyrë ajo është një kosto. Në anën tjetër me vendos çmimin 5 euro për një artist, bileta e cilit minimum në sallat e ndryshme kushton $50 apo 50 shumë. Do me thonë tiket diçka nuk ka, veç mund me përmes web faqes me bëni rezervim të vendit ose diçka. Sepse edhe me Elona ashtu krejt mandej mundet me u bë shumë kaos të themi. Kohëve të fundit kemi praktikuar që ta bëjmë rezervimin përmes linkut që qesim ne, që së paku edhe secilit t'i ofrojmë mundësinë që më ul mirë dhe me ndëgju koncertin si duhet. Tashti kjo është pak edhe një para përgatitje, sepse në periudhat e ardhshme domosdoshmërisht edhe këto koncerte do t'jenë me bileta. Për shkak edhe është rrit interesimi dhe njerëzit në po vinë të ndesin pa ulse. Por në anën tjetër edhe kur bëhet salla koncertale në Prishtinë, ne si festival nuk do ta menaxhojmë sallën. Kështu që salla dhe neve do të na kërkoj mjetet, kështu që aty pastaj do t'jetë patjetër e nevojshme me pagu biletën, mi po ne do t'i përshtatemi situatës, do të shikojmë si të merremi vesh me ta që kosto mos t'jetë shumë e lartë, edhe atëherë do të mësohen, si me thonë edhe njerëzit që edhe ky event, sepse për teatr paguhet 5 euro një shfaq. Mi po shfaqjet e teatrit për shembull ndoshta një herë në muaj ose nuk janë çdo ditë për një muaj rreth. Po, çdo ditë. E kjo pak e ngarkon, por ne mandej bëjmë paketa, për shembull që nëse dikush i blen gjitha biletat, i vjen sikur me ble 2-3 bileta, e kështu domethënë do të shohim. Kjo është gjatë viteve të kaluara keni japë edhe bursa. Po. Bursa për me vizitu. Kemi pas një çmim special të Chopinit, i cili fitohet përmes një gare për piano. Atë çmim e ka dhuru një mik i muzikës, një gjerman, i cili ka qenë edhe mik me pianistën tonë Ardita Statovci, dhe ajo kur i ka shpjegu për festivalin, për arritjet që ka bu festivali, jo vetëm festivali, por në përgjithësi gjitha festivalet, por ne, mes që Ardita është pianiste, e ka përmend festivalin tonë, ne kemi arrit si festivali, po them në tërësi, me të vërtet me e rrit këtë ndjeshmërinë edhe interesimin për muzikën klasike. Ndoshta edhe njerëzit që përpara nuk kanë qenë të afërt me muzikën klasike kanë filluar me u bë kurioz. Aty shkojmë, çka është për shembull Chopin Piano Fest atje kanë ardhur, kanë pa, edhe tash është krijuar një farë lloj tradite, një farë interesimi, është rrit audienca, edhe këto elemente e kanë shty atë posaçërisht programi jon hapësira që i japim trive. Ne kemi disa koncerte në të cilat koncertojnë studentët, nxënësit, bile edhe nxënësit shumë të vegjël. Kemi maratonën pianistike që për shembull gjatë ditës performojnë mbi 100 nxënës nga gjitha shkollat e muzikës në Kosovë. Edhe kjo ka bërë që ai zoti Gregor ta akordojnë një çmim përmes garës, e ka caktuar edhe kushtet edhe domethënë se çka duhet të sikur që janë standard garat pianistike, dhe mandej fitusi ka pas si shpërblim me shku në 2 javë në një nga qendrat gjermane, me majt masterklase me profesor shumë të dalluar, me majt koncert para një audiencë shumë të sofistikuar që e njohin shumë mirë muzikën klasike,
edhe të kenë, si me thonë, të promovojnë talentin e tyre. Nga këto vizita studimore kanë përfitu 5 pianistë të ri të Kosovës, të cilët me radhë, vit pas viti kanë shku edhe për pas që kanë pas ato 2 javë, ata kanë përfitu lidhje të tjera, kontakte me profesor, me agencione, me fakultete, me institucione, edhe tash janë për shembull shumica prej tyre duke vazhdu, për exemple, Lisa është në Gjermani, Fortesa është poshtë në Gjermani, Anila është në Amerikë, Andi është këtu, edhe Melisa, poshtë pianistja fitusja e fundit, është tash në Spanjë duke vazhdu studimin. Po dyshim që ju keni edhe për student, për të rinjt, pianistët e rinjt, keni shumë dashni, muzika është vetë dashni. Po, edhe tash edhe për ta e bëjmë. Po. Se ne si organizator për shembull për shihen tonë, për koncertet tona ne kemi mujt me shku me përcjell gjithkohë artistët për çef, por me të vërtet kemi dashur pikërisht këtë me promovu dhe me e njoftu pak publikun e Kosovës edhe me muzikën e klasike, se që njerëzit ndonjëherë kanë frikë për gjërave që nuk i njohin. Mo shpesh ndodhet jo, s'po vjen se aty është veç për muzikant, jo, nuk është edhe për njerëzit, sepse muzika muzika e mirë dhe për tanë. Ti e ndjen ajo ta përçan emocionin, ti mund të mos ta njohësh si vepër që e njoh unë si profesioniste, por ti pëlqimin ke me e marrë, sepse diçka ka me të reagu. Kur se harroj në një koncert, ka qenë një nga donatorët tonë që na ndihmonte në vitet e para, erdhi në një koncert ku kemi pas një pianiste me Filharmoninë e Kosovës, edhe nuk e harroj kur përshkrimin e tij mbas koncertit, e tha pesa, tha ju nuk e dini çka jeni tu bo, thash pse ora çka kujtova që diçka keq. Tha, a e din bre çfarë mrekullie, tha, unë e ndjeva, tha që çtu breki, çtu edhe mu shumë më pat pëlqyer ai përshkrimi i tij se ishte shumë i sinqert dhe i momentit prej dikush që domethënë ndoshta ju ka frigu muzikës klasike, po që kur u hap edhe kur e mori guximin që me ardhë dhe me përjetu, e përjetoj me të vërtet edhe pikrisht kjo është esenca e muzikës, sepse muzika ka të bëjë me emocionin, muzika ka të bëjë me komunikimin, ne domethënë tash performuesit janë si messenger. Ata tash tentojnë që me a transmetu qatë dashni, apo qatë vujtje, apo qatë mendim, qatë mesazh që kompozitori e ka shkrija aty në vepër, veç performuesi e sjell tek publiku, sepse publiku mund ta shikoj partiturën, por nuk e përjeton kur e shikon. Po kur ajo luhet, interpretohet në skenë, ndonjëherë themi, po çka ka lidhje që mund t'i dëgjojmë këta pianistë edhe në për CD. Po nuk është njësoj. Për atë janë ende koncertet janë trend. Janë trend edhe gjithmonë kanë me qenë për mendim tame. Mandej ka edhe një diçka tjetër, se na e kemi kombinu shumë elemente përmes festivalit. Për shembull, është ky socializimi, takohen njerëzit. Mandej është diplomacia kulturore. Ne për shembull bashkëpunojmë me ambasadat e ndryshme të vendeve dhe secila prej tyre don me sjell një pianist më të mirën për me prezantu, domethënë në festival kulturën e vet. Edhe ne, për shembull, ndonjëherë gjejmë ne, ndonjëherë vet ambasada e propozon një muzikant të cilin ata për shembull si shtet janë të e promovu dhe i gjejmë në mënyrat e bashkëpunimit, pra ka dhe diplomaci kulturore, ka mandej promovim vet Kosovës, pra për shkak se tash festivali është bërë aq i njohur botërisht, që ne kemi shumë kërkesa për të domethënë akomodu pianistë të ndryshëm ose ambasadat të ndryshme kërkojnë për shembull që ditën e pavarësisë së tyre me shënu brenda festivalit që kishim rast me Malin e Zilës da kemi një koncert të tillë, dje kishim takim me ambasadën hungarize, ata e marrin presidencën e Bashkimit Evropian në Korrik, edhe po ashtu domethënë janë të kërku një me ta kemi një bashkëpunim të jashtëzakonshëm prej fillimit. Kemi si vjet vende të reja nga Rumania, mandej plus ne dëshirojmë që gjithmonë ta kemi një vend të ri, edhe një vend që nuk e ka njoft Kosovën, që përmes artistëve ata ta përçojnë një farë mesazhe të thonë ku ishet në Prishtinë, ku është Prishtina në Kosovë. E kemi pas kështu për shkak me Spanjën, me Greqinë, tash e kemi një rumune,
kemi pas Argentinën, edhe kemi një muzician nga Slovakia si vjet po ashtu, do të thonë këto 5 vendet e mosnjohse nga Evropa na ka mbet vetëm edhe Çipër pa e përfshi, të tjerat i kemi përfshi, edhe kështu do të thonë ka një lloj kombinimi të shumë qëllimeve e që kultura është një produkt, por nuk është sikur produktet e tjera. Për shembull, produktet e tjera ndoshta nuk është vlera, mirë po marketingu i mirë, e plason mirë dhe shitja bëhet. Këtu te na nuk e kemi qëllim profitin, na si jemi domethënë, si me thonë agjenci profitabile, prandaj me faktin që na mbështesin institucionet si Ministria e Kulturës, Komuna e Prishtinës që kemi domethënë prej fillimit festivalet bile Ministria tash është edhe tu e rrit për krahjen, edhe tu e fuqizu skenën e pavarur, edhe kjo neve na ndihmon që qysh tash për shembull na programin e vitit, domethënë 15 edicionit të 15 veç gjysmën e kemi të gatshme, kështu që kur e dim planifikimin shumën me cilën mbështetemi, ne ma let planifikojmë, edhe kjo tash pak e ka lehtësuar edhe punën tonë. Mirë po do të thonë që na ma shumë festivalet në përgjithësi e kanë edhe misionin për me eduku publikun, edhe mediat, për shembull, ndoshta shumica e mediave përpara nuk ju ka interesu muzika klasike, ma shumë janë marrë ndoshta me showbiz. Unë për vete nuk kam edhe shumë njohuri për muzikën klasike, po s'është që s'ka provu. Pothuaj se çdo televizion, domethënë, angazhohet, shkon i përcjell koncertet e muzikës klasike, i informon publikun. Jo pëlqen edhe për vete, ndoshta. Pëlqen edhe për vete, po domethënë misionin që kanë për informim e përfshin edhe këtë zhonër në informim, edhe prandaj po them kjo është një emancipim në përgjithësi shoqëror, sepse muzika klasike është një trashëgimi shumë e rëndësishme e thesarit kulturor të njerëzimit, jo vetëm të Evropës. I takon domethënë Evropës sepse ka lind aty edhe është zhvilluar aty, por krejt njerëzimi sot dëshiron me e njoftë, dhe fakti që ende po mbijeton kjo lloj muzike, po edhe është industri tashmë, nuk është më thjesht veç sikur përpara që ka qenë. Kjo domethënë tregon që njerëzit kanë interesim. Prandaj edhe ne mos mbesim si Kosovë mbrapa, domethënë me trende, kemi shumë shkolla të muzikës, kemi pas 2 vetëm, Prishtinën e Prizrenit, tash kemi mbi 11 në krejt Kosovën publike po flas. Mos flas sa kemi private, kurse unë jam e bindur që pothuajse çdo i dytë apo tretë fëmijë në Kosovë është të mësuar një instrument, ose është diçka të marrë me muzikë. Shumë mirë se tash u bërhap më shumë, edhe po vetë ka interesim më të madh edhe për muzika ka përfitime të jashtëzakonshme për personalitetin ton, për jetën ton, për organizmin ton, si njeri, për krejt zhvillimin ton, prej, domethënë kur jemi fëmijë deri në moshat të shtyra, për ato që folën, për emocionin, për socializimin, për zhvillimin, domethënë kognitiv, për mendjen, kuriozitetin, kreativitetin, aftësitë e ndryshme njohëse, krejt janë, domethënë, ma shumë të zhvilluara nëse merremi në ndonjë mënyrë me muzikë, qoftë me performim, qoftë edhe me zhmendëgjim. Kur jemi tek muzika, tash si punë, tash i keni edhe profesion këto, a ka pas raste për fond, a ka pas raste më na tregu që je lodh, pavarësisht sa shumë e don muzikën edhe profesionin ton, je lodh dhe ke thunë pelo, se ka shumë sfida, Kosova nuk është edhe vend shumë që ka promovim të mjaftueshëm muzikës klasike, më shumë është hip-hopi. Po jo, për ashtu kurs se kom pas, domethënë gjeni që pelo. Sfida kemi pas shumë, po them e mbaj mend edhe një vjet kur Ministria e Kulturës nuk e di për çfarë arsye, domethënë për një, si më thon, prej vitin në vit ne ishim duke u rrit dhe jehona festivalet rrite, i kishte shumë artist, edhe për një moment domethënë në çat vit veç e zvogloj për krahjen diçka minimale. Aty ka qenë një moment shumë zhgënjys për mua, po unë nuk, edhe kolegët e mi, dhe profesoresha Leila, Alberta, gjithë ata që janë në festival, nuk u zhgënjym, nuk u dorëzum, mirë po luftum, edhe pa atë përkrahje, edhe e pam njerëzit sa solidar, fillun njerëzit me na dërgu në llogaritë shoqatës, domethënë donacione, për me mri atë mungesë që u bë atë rast. Po ajo ka qenë një herë që ka ndodhur. Sfida tjera, domethënë kjo mospasja sallës, mospasja e
një piano jetë mirë që kur vinë atë artist me qenë edhe më i mirë. Përjetimi është një sfidë e vazhdueshme, por dyqysh po na mban shpresa që salla koncertuale në Prishtinë, hajde ndoshta deri në 2026, 27 mund të mendoj që bëhet. Ndoshta për 16 vjetorin, për 20 vjetorin e di që ka me qenë gjithsesi. Edhe me mu qeshën të ti optimiste e pashërushme. Mirë është. Por jo, do me thonë, normalisht mëse kemi problem që me shëdet ka me ardhë koha, por duhet dikush tjetër e vazhdojnë punën, por festivali besoj që ka me vazhdu jetën sepse e kam rrijat kvalitetin atë standardin edhe është diçka e mirë për Prishtinën, është diçka e mirë. Shqyqani për shumë festivalet tjera, Ljubljana, Dubrovniku që 70 vjetë ekzistoj. Edhe unë shpresoj që edhe festivali jonë ka me shënu 100 vjetorin, ne nuk do t'jemi, por do t'jetë. Edhe Besa faleminderit për këto informacione. Ndoshta veç me tregu që ne fillojmë me 9 maj, në atë salën, në orën 8 fillojnë koncertit, deri me 9 qershor. Kemi thash shumë koncerte, shumë artist nga vendet të ndryshme, së shpejti do të plasojmë edhe programin edhe emrat, edhe gjitha informata tjera në webfaqen tonë edhe në faqen tonë në Facebook. Edhe pse është pak herët tash mujnë me rezervu vendin përmes webfaqes apo? Jo bashtash edhe pak, domethënë sa ti e rregullojnë, do të kenë mundësi, i shikojnë edhe kush po vjen, cilat mbrëmje po i zgjedhin, qysh e tek, edhe mandej kanë mundësi edhe me na kontaktu për çka do që kanë nevojë. Por webfaqen Besa mundesh me tregu? Po, shoppingfest.org. Okej. Besa faleminderit që ishe pjesë e kësaj interviste në Radio Plus. Ishte intervista e parë për Chopinin kësaj herë. Po kemi fillu pak më herët, më mirë, me ditë edhe njerëz pak me qenë të informu më herët. Besa faleminderit. Ju dëgjues Radio Plusit, po e përfunduam me këtë intervistë edhe edicionin e sotëm të emisionit mëngjesit, do dëgjojmë nesër përsëri. Tong tong.